Përmbytjet që kanë përfshirë qarkun e Durrësit vazhdojnë të shkaktojnë situata alarmante, duke vënë në rrezik jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Bashkia e Durrësit ka urdhëruar evakuimin e menjëhershëm të banorëve, veçanërisht në zonat më të rrezikuara si Sukthi dhe zonat përreth lumit Erzen. Megjithatë, shumë banorë të Sukthit dhe Katundit të Ri të pafuqishëm përmballë përmbytjeve qëndruan në oborret e shtëpive në pritje të përmirësimit të situatës, duke refuzuar të largohen menjëherë. Ndërkohë, lumi Erzen për shkak të prurjeve të mëdha i kaloi argjinaturat dhe përmbyti 10 shtëpi dhe qindra hektar tokë. Rreth qindra banor u evakuan nga autoritetet, ndërsa përforcimi i argjinaturave u krye me eskavator dhe mjete të tjera të rënda përgjatë gjithë gjatësisë së lumit për të parandaluar përshkallëzim të situatës. Të përmbytura mbeten edhe disa lagje të Sukthit, duke përfshirë zonën e Flakës, Hamallajt, Rushkullit, Perlat dhe Kullës. Në qytetin e Durrësit, për ditën e tretë radhazi, zonat bregdetare të Ishkënetës dhe Nishtullës vazhdojnë të jenë në ujë. Mësohet se një 54 vjeçar i cili kishte lënë punën të martë në orën 10 të paraditës për shkak të motit të keq, dyshohet se ka rënë në një kanal gjatë kthimit për në shtëpi dhe ka humbur jetën. Familjarët e tij raportuan zhdukjen e tij pas ditën e së martës, pasi komunikuan me vendin e punës për mungesën e tij. Autoritetet vijojnë monitorimin e situatës dhe bëjnë thirrje për qytetarët që të respektojnë urdhrat e evakuimit dhe të shmangin zonat e përmbytura për të mos rrezikuar jetën.